Diplomatët më të lartë nga vendet e BRICS, përfshirë rivalët Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk arritën të lëshonin një deklaratë përbashkët pas një takimi 2 ditor në Delhi. Teherani kërkoi që grupimi i ekonomive në zhvillim të dënonte luftën SBA-Izrael kundër Iranit dhe akuzoi aleatin e Shteteve të Bashkuara, Emiratet e Bashkuara Arabe për përfshirje të drejtpërdrejtë në operacionet ushtarake. Pa përmendur Emiratet, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha në një konferencë për shtyp se një antar i BRICS bllokoi disa pjesë të deklaratës. Emiratet e Bashkuara Arabe thanë më vonë në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme se i hodhi poshtë kategorikisht akuzat e Iranit dhe ato i quajti përpjekje për të justifikuar sulmet ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, duke thënë se rezervon të drejtat e saj të plota sovrane, ligjore, diplomatike dhe ushtarake për t'ju përgjigjur çdo kërcënimi ose akti armiqësor. Antarët e grupimit shprehen qëndrime përkatëse kombëtare dhe ndan një sër perspektivash, thuajnë në deklaratën që shpërndau India. Po ashtu u trajtua rëndësia e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, sigurimit tregtisë detare dhe të papenguar përmes rrugëve ujore ndërkombëtare, si dhe mbrojtja e infrastrukturës dhe jetëve civile, thuaj në deklaratë. Në deklaratën e Indisë, si kryetare e bllokut për vitin 2026, thuaj gjithashtu se vendet anëtare i bën thirrje botës në zhvillim të qëndrojë së bashku për të përballuar sfidat globale. Bota përballet me sfida nga tensioni gjeopolitik në rritje e deri te rënja ekonomike, ndryshimet teknologjike, masat proteksioniste dhe presionet e migracionit, thuhet në deklaratë. BRICS bën së bashku Brazilin, Rusin, Indin, Kinën, Afrikën e Jugut, Etiopinë, Egjiptin, Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.